Gjithë baseni i Vlosës ka qenë në rreshje intensive që nga orët e para të mëngjesit dhe përgjatë gjithë ditës ka qenë në monitorim të rreptë në të gjitha pikat që ne kemi, dhe zakonisht tradicionalisht matjet bëhen nëpërmjet në Memaliaj dhe padyshim edhe në Novosel në Mifon. Të gjithë treguesit tregojnë që duhet jemi në alert maksimal, nuk ka kaluar rreziku, përkundrazi. Rreshjet vijojnë edhe në pjesën më jugore të vendit që furnizojnë Vlosën në tërësi, ndaj dhe kemi gatishmëri maksimale, sidomos në Grykderdhje dhe praktikisht në zonën e Fitores, Ferasit dhe Bishanit, pavarësisht se kemi bërë të gjitha njoftimet, lajmërimet paraprake, qoftë për banorët, qoftë për bizneset, do kemi dhe një dislokim shtesë të forcave në terren në mënyrë që në qoftë se do duhet të kryejmë evakuimet, jemi në kushte optimale për ta bërë. Në momentin që flasim, kemi një situatë hidrometeorologjike, siç e thash, ku fronti nuk ka kaluar ende, madje do intensifikohet mbi gjirin e Vlorës dhe Vlorën, pra praktikisht kemi edhe një vëmendje shtesë për sa i përket qytetit në vetvete, ku masat parandaluese vijojnë edhe në këto momente me pastrime apo ripastrime të kanaleve të ujrave të larta apo kanaleve kulluese. Ato që shihni rreth nesh, praktikisht janë njësër masash që janë marrë që prej 48 orësh, që nga momenti që ne bëm Komitetin Kombëtar të Emergjencave Civile dhe sinjalizuam